Gjatë këtij viti nisi rigjykimi i njërit prej rasteve më të mëdha të korrupsionit në nivel qeveritar i ndodhur 8 vite më parë. Të akuzuarit në rastin e njohur si 53 milionçi, ju kthyen seancave pasi u rrëzua nga apeli i vendimi i shkallës së parë të gjyqësorit, që i dënonte me 10 vite bashk Burgem, Palekaj, Nebi Shatri, Besim Tahiri dhe Esed Berisha. Fatin e njëjtë të gjykimit nuk e patën raste të tjera të korrupsionit. Kjo sipas Anton Recaj si shkak i parashkrimit të lëndëve. Parashkrimi është një nga smundjet më të mëdha të sistemit të drejtësisë, smundjet cilën duhet të evitohet dhe në kuadër të kësaj natyrisht që do duhet të kishte llogaritënie nga sistemi i drejtësisë, këtë rast nga gjykatat dhe gjyqtarët e caktuar në land, pse lejojnë që rastet e korrupsionit të parashkruhen. Dosi me potencial të kryerjes së veprës penale të korrupsionit deponon çdo vit edhe Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Vetëm gjatë 2025-s, numri i këtyre dosjeve ka arritur në vlera 3 shifrore. Ka plot raste që kemi dërguar të institucione tjera të ndjekjes si fazë pasuese e hetimit të agjencisë. Kemi pasur plot më shumë se 100 kazime penale të dërguara këtë vit. Nëse gabojmë janë mbi 120. Kemi pasur raste të tjera të përcjellura qoftë administrata tatimore për shkelje potenciale tatimore, qoftë të institucione tjera që mund të hetojnë shkelje të ndryshme. Drejtori i kësaj agjencie jep detaje se cilat profile të zyrtarëve publik janë subjekti këtyre shkeljeve. Ka ndonjë deputet, por nuk ka nivel të zëvendës ministrit apo të udhëheqësve kryesor të vendit. Ka nivele të tjera, ka më shumë të zyrtar nga Policia e Kosovës për shkak të lëshimeve në deklarimin e pasurisë. Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit këtë javë është duke zhvilluar disa aktivitete në kuadër të javës kundër korrupsionit.